Xhevair Zeneli është nga të paktët artistë që nuk ka komplekse dhe është vetvetja. Ai i njeh vlerat e vetes së tij, por njeh edhe dobësitë që ka. Për shembull, aktori gjithmonë ka pranuar se arsyeja e ndarjes nga bashkëshortja ishte fakti se kur të dy shkuan në Amerikë, Xhevairi nuk mundi dot të përshtatet me sistemin e Amerikës dhe orët e gjata në punë. Si rrallëherë, aktori humorit ka treguar një moment nga jeta bashkëshortore ku ishte dashur të gënjej gruan e tij. Ai tha: "Kur jetonim në Tiranë, më pëlqente të rrija me shokët deri vonë dhe kur shkoja në shtëpi, gruaja shpesh bëhej merak për mua. Një mëngjes më pyeti: "O Xhevair, ç'a bën natën ti që vjen vonë në shtëpi?" Doja të dilja nga situata dhe i thash: "Kam një shok që merret me tregti dhe bën rrugë me kamion jashtë Shqipërisë. Unë, me raste, e shoqëroj dhe për rrugë ai më jep 50 euro. E po mirë, tha gruaja, derisa je për punë, okej, vazhdo." Unë vazhdoja të rrija me shokët. Një mëngjes, gruaja më tha: "Sot do të shkojmë të blejmë një lavatriçe të re." Ju përgjigja: "Po këtë nga nxorre tani?" Ajo më tha: "Po ja, kam numëruar ditët që ti vjen vonë dhe është hera e 6 që ti ke ardhur vonë. 6 ditë nga 50.000 lekë, në total të janë bërë 300. Aty u bllokova, por arrita të dal nga situata dhe i thash: "Lëre mos e pyet grua që na ka ndodhur. Na ndodhi hataja, na dolën në rrugë dhe i grabitën kamionin shokut." E zhgënjur, gruaja më tha: "Xhevair, nuk e për atë punë ti, të paktën rri në shtëpi dhe mos hajde vonë natën. Rri me fëmijët, se nuk ta pash hajrin edhe nga kjo punë." Teksa e tregon këtë histori, disa vite pas divorcit, Xhevairi duke qeshur tha: "Gruaja ende nuk e di këtë të vërtet, por po e them sot. Kjo ishte një nga gënjeshtrat e mia të bardha. Gjithsesi, unë e pranoj, edhe pse jemi ndarë, ish gruaja ime është njeri i jashtëzakonshëm dhe një nën shumë e përgjegjshme."